jam njëra prej 10 antarëve të Lëvizjes Bashkë nga diaspora. Unë jam antare nga diaspora sepse 14 vjet më parë jam larguar nga Shqipëria për të kryer studimet e larta në Francë. Dhe jam dhe njëra prej qindra dhe mira të rinjve shqiptar që në 10 vjeçarin e fundit kanë emigruar dhe nuk janë rikthyer në Shqipëri. Dhe në fakt gjatë kësaj fushate kemi pasur rastin shumë shpesh që të flasim për arsyet e pafundme për të cilat shqiptarët kanë emigruar masivisht në vitet e fundit. Prandaj unë sot, me rastin e kësaj fushate, dua të flas për arsyen e cila në këto 14 vjet më ka bërë që të jem gjatë gjithë kohës entuzizuar mes qëndrimit në Francë dhe rikthimit në Shqipëri. Kjo ka qenë arsyeja të dyshoj vazhdimisht nëse duhet të qëndroj apo të rikthehem, të pyes veten se cilit vendi i përkas, se ku do të ishte kontributi im më i vyer, se ku ja vlen të luftoj për një ardhmë më të mirë dhe për një shoqëri më të barabartë. Kjo arsye lindi në Shqipëri në vitin 2011. Lindi në fakt si nevojë e pashmangshme për të reaguar ndaj një sistemi kryekëput të korruptuar dhe kriminal që arriti pikën kulmore në ngjarjen tragjike të 21 janarit. Ajo u zhvillua dhe u rrit gjatë protestave studentore e më pas krah për krah punëtorëve të fasonerive, minatorëve, naftëtarëve që rezistuan kundër shtypjes dhe shfrytëzimit. Ajo e arriti pjekurinë në zgjedhjet vendore të vitit 2023 dhe sot po i prezantohet shqiptarëve si alternativa më serioze me potencialin për të transformuar rrënjësisht Shqipërinë. Ajo e ka një emër dhe ajo quhet Lëvizja Bashkë. Dhe arsyeja pse unë jam sot këtu përpara jush. Prandaj është një nder jashtëzakonshëm që unë kandidoj në këto zgjedhje në emër të Lëvizjes Bashkë, është një përgjegjësi dhe një nder edhe më i madh që të kandidoj në qarkun e Gjirokastrës që është vendlindja ime. Megjithatë është dhe një sfidë shumë e madhe, sepse Gjirokastra që unë kam rigjetur sot pas 14 vjetësh, nuk është Gjirokastra që unë e kam mjetuar si fëmijë apo si adoleshente. Gjirokastra sot, si shumë qytete tjera shqiptare, është kthyer në një fjetore të madhe dhe madje mund ta quajmë me të vërtet një qytet muze, jo sepse i është vlerësuar trashëgimia kulturore, jo sepse janë rikonstruktuar shtëpitë karakteristike, ashtu siç në fakt do duhet ishte, por që nuk është bërë, po sepse Gjirokastra, qyteti i gurt, Gjirokastrës i kanë ngelur vetëm gurët. Gjirokastrës janë boshatisur shtëpitë, rrugët, sheshet, shkollat dhe universitetet, ashtu si dhe konviktet kanë ngelur pa student, spitalet kanë ngelur pa mjek dhe pa ilaçe. Prandaj, madje dhe alternativa e vetme që i ofrohet qytetarëve të Gjirokastrës dhe shërbimi i vetëm që kanë ngelur sot janë fjetoret dhe hotelet për turistët e huaj. Por në Gjirokastër nuk ka rënë murtaja dhe Gjirokastra nuk është shkatruar nga ndonjë fatkeqësi natyrore. Gjirokastra është në këtë pikë sot për shkak të politikave të shtrenjta dhe për shkak të korrupsionit dhe pushtetarëve të kriminal dhe të korruptuar që e kanë drejtuar Gjirokastrën dhe gjithë Shqipërinë në këto 30 vjet. Prandaj unë sot rikthehem Gjirokastër me bindje të plotë dhe shpresë plot, sepse lëvizja, së cilës i përkas dhe përfaqësoj, është në fakt alternativa më serioze, është antidota e cila mund t'i përballë kësaj krize politike dhe këtij sistemi të korruptuar. Lëvizja Bashkë përfaqëson ndershmërinë, guximin, profesionalizmin. Po mbi të gjitha, Lëvizja Bashkë i ka prezantuar qytetarëve të Shqipërisë një program serioz, dinjitoz, një program të realizueshëm, madje të vlerësuar edhe nga ekspertët më të mirë të vendit, një program i cili me të vërtet e ka potencialin për ta shndruar Shqipërinë, Gjirokastrën në vitet të vazhdim. Janë këto vlera dhe këto ide që kemi dashur që t'ju përcjellim qytetarëve të Gjirokastrës dhe të gjithë Shqipërisë gjatë kësaj fushate, po mbi të gjitha kemi dashur të rikthejmë shpresën dhe besimin njerëzve të ndershëm, njerëzve të punës, se ardhmja e tyre në Shqipëri ka për të qenë me çdo kusht më e mirë se e shkuara. Unë besoj se ja kemi arritur qëllimit nëpërmjet një fushate me të vërtet jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme jo vetëm për nga mënyra e organizimit që ishte tepër modeste në fakt nga ana materiale, por shumë krijuese për sa i përket aksioneve, ideve, madje edhe mjeteve të komunikimit apo mjeteve të transportit. Vetëm 2 ditë më parë na u prish ajo bicikleta e famshme me të cilën i kemi rënë kryqë. Po mbi të gjitha, kjo fushatë ishte jashtëzakonshme për atë që në thelb përfaqëson Lëvizja Bashkë në këto zgjedhje. Një risi në historinë e përfaqësimit politik në Shqipëri, një parti për një mend e majt që në themelët e saj ka betejat për drejtësi, demokraci dhe barazi
si parakushte për transformimin dhe emancipimin e shoqërisë. Me krenari e them se Lëvizja Bashk është si motra më e denjë e partive të majta më progresiste dhe demokratike të Evropës perëndimore dhe veriore. Të shkurtër, duke ju falenderuar për pjesëmarrjen e ju, qytetarët që jeni prezent sot, po dhe gjithë qytetarët e Gjirokastrës dhe të Shqipërisë që na e kanë hapur qëtendjet dhe zemrat për të na dëgjuar dhe për të na dhënë besimin. Unë zotohem në emër të gjithë aktivistëve të Lëvizjes Bashk se ne nuk do të dorëzohemi, ne do të vazhdojmë të trokasim në dyert tuaja si para ashtu edhe pas 11 majit. Ne do të përpiqemi të jemi përfaqësues të denjë në parlament të njerëzve të ndershëm dhe jam e bindur se do t'ja arrijmë, sepse ne do të vazhdojmë të jemi gjithmonë bashkëpunëtarët dhe bashkëluftëtarët tuaj në rrugë, në përpjekjet tuaja të përditshme për të rezistuar padrejtësive, në çdo betejë që do të ndërmerrni për të fituar të drejta në punë dhe në shoqëri, në çdo mobilizim për kushte pune, paga dhe pensione dinjitoze, në orvatjet tuaja të përditshme për një jetë me dinjitet. Ne jemi e reja që po lind, e ardhmja secili si ka ardhur koha dhe do të triumfojë në 11 maj.